Pasagjerët e kësaj anije të ankoruar në portin e Sarandës janë detyruar të presin më se 2 orë për të zbritur për shkak të vonesave në shërbimet portuale. Kostas Zafiris është drejtuesi një agjencie turistike greke që i ka sjellë këta vizitorë në Sarandë për turizëm. Sipas tij, vonesat janë të pajustifikueshme. Problemi kryesor është se autoritetet nuk na duan. Ata na shkaktojnë vështirësi dhe nuk na lejojnë të punojmë. Na duket sikur vim në një vend të panjohur. Ankesat vijnë edhe nga operatorët e qytetit Sarandës. Arben Qipa tregon se përveç vështirësive për gjetjen e vizitorëve, ata përballen me pengesat e kotat krijuara nga kapiteneria e portit të Sarandës. Dje ka qenë një nga rastet e shumë përsëritura ku një anije jonë e çartuar për grupetore turistike 1 orë e 31 minuta është larguar me vonesë dhe nuk e kuptojmë pse është vonuar. Nga autoritetet portuale të qytetit bregdetar nuk jepet asnjë shpjegim për vonesat e krijuara ndaj anijeve dhe tragedeve me pasagjerë.